Ju përshëndes. Kur them kemi probleme, kemi me të vërtet probleme. Është fjala për dosjen e Peshkëpisë dhe gjykata kushtetuese vazhdon të heshtë edhe të mos reagojë, të mos caktojë një datë për çështjen e gjykimit, për marrjen e shqyrtim të ankimit tonë. Në lidhje me masakrën e Peshkëpisë që ka ndodhur me 10 prill 1994, ku janë vrarë ushtari Fatmir Arsen Gjini dhe oficeri Fatmir Shehu. Këtu kemi pengesa të mëdha. Çdo thotë kemi familjarët, po kam thënë edhe herë të tjera, familjarët e dëshmorëve patën probleme edhe me familjarët e oficerit Fatmir Shehu. Mirë po, me ndihmën e inspektorit të zonës, të policisë, me ndihmën e kryeplakut, ne i likuiduam ato punë dhe e morëm në gjykatën kushtetuese vëllain e Fatmir Shehu, të erdhi atje. U morë vesh, por ata nuk japin prapë përgjigje për atë kërkesë që është bërë në planin time. Se ata që benin më përpara, ata që s'merrnin vesh nga jurisprudenca, që asun s'marr vesh, ku kanë pyetur të tjerë se si duhen bërë kërkesat, ato kërkesat që ishin kot, ato i jepnin përgjigje më njëherë. Kurse për përgjigjen e fundit, e cila është bërë i bazuar në pyetjet që kemi bërë dhe në këshillat që na kanë dhënë, sugjerimet që na kanë dhënë avokatë dhe njerëz shumë të njohur në Shqipëri, nuk po jep përgjigje me gjykatën kushtetuese, dinakët, tradhtarët e gjykatës kushtetuese. Tani, problemi i madh është se kjo është një foto që ne kemi bërë atë ditë kur është firmosur prokura dhe atë ditë kur janë firmosur dokumentat për të quar çështja e Peshkëpisë nga familjarët e Arsen Gjinit dhe të Fatmir Shehu në gjykatën kushtetuese. Kjo është bërë te Tajvani kjo foto. Dhe ju do shikoni këtu që jam në foto. Këtu është një kushëri i Arsen Gjinit, siç na tha. Ngjitur me këtë, kjo është motra e Arsen Gjinit. Ngjitur me poshtë jam unë. Ky i treti, këtu jam unë. Ngjitur me mua është i vëllai i Arsen Gjinit, ky këtu. Ndërsa një person publik që ka qenë me ne, një njeri shumë i njohur në Shqipëri, që ka qenë i pranishëm aty, unë e kam prishur se më ka thënë për momentin nuk dua të dalë fytyra ime aty. Dhe ky është i vëllai Fatmir Shehu, Fiqeri Shehu. Të gjithë këta, mua, kur kanë ikur, me përjashtim të kësaj motrës, se Fatmir të Arsen Gjinit, mua, kjo më ka dhënë dorë, të tjerë kanë ikur pa më dhënë dorë në atë ditë. Kjo nuk duhet harruar, se është detaj im. Shkoj me Turqie. Njëri nga njerëzit që ishte më kundër kësaj çështje, ishte i vëllai i Altin Gjinit. Ky Altin Gjini ishte i vëllai i Arsen Gjinit, ky ishte kundër, sepse thoshte ka 32 vjet e nuk bëhet gjë, është harruar, është kaluar të gjitha. Por, për të dhënë dorë nuk më dha kur iku, as i vëllai i Fatmir Shehut atë ditë dhe as i vëllai i Arsen Gjinit, ky Altin Gjini. As i kushëriri, që shikoni këtu në cep. Tani merremi me këtë person, sepse unë dua t'i bëj të njohur shishit, shërbimit informativ shtetëror dhe antiterrorit. Kush i terrorizon këta njerëz që duan të tërhiqen, që rrihen dhe nuk vinë atje, që nxjerrin lloj-lloj pretendimesh duke thënë që po erdhi Dila Vernela në gjykatën kushtetuese, ne nuk vim gjykatë kushtetuese. Kanë dhe nuk planojnë të vinë për të marrë një informacion ose për të kërkuar një datë për gjykim. Pse i bëjnë këto pretendime? Këto figura bashkë me mua duhet që shishi, shërbimi informativ shtetëror dhe antiterrori duhet të shohin imët. Çfarë kanë? Kush i trem? Kush i paguar? Ku janë shitur? Ku janë të merruar? Çfarë kanë këta njerëz? Pse nuk vinë të marrin një datë në gjykatën kushtetuese të Këmbguli? Ndër njerëzit që ishte më kundër kësaj çështje dhe që fillit më bënte një lloj hetësie edhe mua, pse Këmbgul ti kaq shumë, a do pranoje ti të paguheshe, me qoftë se paguheshe, a do pranoje që ta lihen në rrugë dhe lloj gjërash të tilla, domethënë paturpësira të tilla, ordinarlëqe të tilla. Njëri nga ata që i ka thënë të gjitha këto është ky, kryesori. Dhe këtë antiterrori duhet ta gjejë se kush është ky njeri. Nga ku, domethënë bukën e kujt han dhe duan e kujt bën. Këto duhen parë. Agentët e antiterrorit duhet ta shohin këtë figurë, kush është ky, se ky, ata e vëllai dhe motra e Arsen Gjinit më thanë që është i kushëriri i Arsen Gjinit. Duhet ta shohin pse Këmbgul të kaq shumë, te unë, pse
kërkon të llogari kaq shumë që pse interesohesh ti kaq shumë, pse ke mbul ti kaq shumë, po të paguhesh a nuk do ke mbulësh më. Të gjitha këto gjëra janë thënë në pranit të gazetarëve dhe avokatëve më të mirë të Shqipërisë, kanë qenë në tavolinë të Tajvanit. Janë edhe kamerat, kam edhe foton e ploton, po i kam hequr nga foto e shkuar. Pra, ky njeri duhet të analizohet, duhet të shqirtohet, duhet të hetohet. Kush e paguan, kush e mëson, kush e trajnon? Këto kam mund të pyes. Kemi ngecur me familjet e dëshmorëve. Nuk pranojnë të vinë që të këmbulin në gjykatën kushtetuese, që ankthimi i bërë me lekët e mia që kam lënë syrin pa operuar dhe kam paguar unë në vend të këtij kushëriri dhe kushërinjve të tij, kurse i vllai Fatmirsheu të ka paguar pjesën e vet, as kam paguar asnjë lek, as te prokura as gjykun, dhe kurve puna nuk vin sot të interesohen për gjyqin që ka lidhje, ky thot me kushëririn tim, që ka qenë Arsen Gjini thot ka qenë kushërim, dhe motra dhe vëllai nuk vin të interesohen në gjykatën kushtetuese për gjykimin e ankimimit që kemi dhënë ne. Për këtë kam halli. Këtu ftohet me gojë shërbimi informativ shtetëror dhe antiterrori. Në tutje do vi të shkruhet në shkrim. Ju përshëndes dhe të gjithë të mira.